Moderatori i njohur Ledion Liço dhe partnerja e tij, producentja Sara Hoxha, janë ndër çiftet më të dashur për publikun shqiptar. Të suksesshëm në profesion dhe të rezervuar në jetën private, dyshja ka fituar gjithnjë vëmendje për harmoninë dhe bashkëpunimin e tyre, veçanërisht në drejtimin e formatit më të ndjekur televiziv të momentit, Big Brother VIP Albania. Megjithatë, ndjekësit kanë vënë re një mungesë të çiftit në rrjetet sociale dhe në daljet publike. Prej përfundimit të sezonit të fundit të Big Brother VIP, Ledioni dhe Sara duket se janë tërhequr tërësisht nga vëmendja mediatike. Postimi i fundit i Ledionit në Instagram daton më 19 maj, ndërsa i Sarës më 21 maj. Çifti ka vendosur të marrë një pauzë të mirëfillt për të pushuar pas një sezoni të lodhshëm dhe intensiv. Thuhet se çifti ndodhet jashtë vendit për disa ditë relaksi, duke shijuar kohë cilësore me njëri tjetrin dhe larg zhurmës së botës televizive. Kjo zhdukje e përkohshme nuk është për t'u interpretuar si diçka e pazakontë për ta, pasi dyshja njihet për përzgjedhjen e kujdesshme në ekspozimin publik dhe për faktin se ruajnë me fanatizëm privatësinë familjare. Për ndjekësit e tyre të shumt, mbetet vetëm të presin rikthimin e tyre në ekran apo rrjet, ndoshta me ide të reja e projekte të tjera ambicioze. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.